Përshëndetje hoxh, a është problem diferenca 15 vite kur je beqare plus 30 edhe burri beqar plus 45? Përshëndetje, parimisht nuk është problem kjo gjë. E kemi diskutuar edhe me një pyetje tjetër. Domethënë sikur se mashkulli si femra, fetarisht nuk është ndaluar kjo gjë. Thjesht është me u përshtat njëri me tjetrin, me gjetë mirëkuptimin mes vete. Kjo është e rëndësishme. Pastaj këto e dorës dytë. Neve tu mundu disa shikime ose gjëra të jashtme me i përshtat, po i harrojmë disa që janë shumë të rëndësishme, siç është imani, devotshmëria, frika nga Allahu xhelle shanuhu, përshtatshmëria. Nëse këto mosha gjajnë përshtatshmërinë njëra me tjetrën, nuk e shoh unë normal fetarisht po flas, nuk konsiderohet diçka ndaluar. Na kemi në historinë islame ku domethënë rastin e pejgamberit alayhi salatu wassalam si me martesë me person më tjetër, Resulullah sallallahu alaihi wasallam është martu, po ashtu me person më të ri. Kemi rastin e Hatixhes ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam është martu, po ashtu domethënë 15 vite ka qenë më i ri se bashortja, pra ndodhe edhe kundërta. Por edhe kemi rastin kur mas vdekjes së Hatixhes radhiyallahu anha, Resulullah sallallahu alaihi wasallam është martu me Saudan. Sauda ka qenë gruaja e dytë mas Hatixhes radhiyallahu anha, e cila ka qenë më vjetër se pejgamberi alayhi salatu wassalam, diku 30 vjet. Ku domethënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka pas pak mbi 50 vjet, kurse Sauda thuhet që i ka pas 82 apo 83 vjet kur është martuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam me ta. Ju e dini se në historinë islame disa shkaqe kanë ndikuar në martesat e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po edhe kjo nuk e ka pengu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me marrë një moshë të tillë. Pra, po du më argumentu me këtë që në momentin që përshtaten janë me tjetrin, gjojnë mirë kuptim, kanë devotshmëri, janë besimtar, nuk kanë prapavija, nuk e marr as burri gruan as gruaja burrin për interesat e kësaj bote, atëherë s'ka problem. Duhet një gjë vetëm ta keni parasysh, këshilloj të gjitha vajzat të cilat vrapojnë pas meshkujve që kanë parë, që kanë pozita, edhe na shohim që keq përdoren të dyja palët. Disa meshkuj keq përdoren disa vajza të reja. Domethënë vetë se ka parë, pse ka një makinë të mirë dhe ja çet një darkë ose një drekë ose i blen diçka dhurata. Këto duhet me pas kujdes se nuk ngritet martesa, po them, mbi interesat kësaj bote. Ajo është ani lejohet, por është e dorës dytë. Aty mund me pas pastaj keq përdorime. Edhe kundërta, domethënë si njëna palë ashtu edhe pala tjetër. Rujuni pikë këtyne. Në momentin që është i sinqert një kurorëzim, nuk ka gale inshallah taala asgjë.